Thirrje por kujdes të shtuar ka bërë edhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kjo ministri njoftoi se është në komunikim të vazhdueshëm me ata të cilët ndodhen në lindjen e mesme. E sipas të dhënave të fundit, në Izrael ndodhen 21 shtetas Kosovës, në Arabinë Saudite 331, në Emiratet e Bashkuara Arabe rreth 400 rezidentë dhe 70 turistë të lejmëruar, në Katar 75, në Kuvajt pravorësisht 60, në Bahrein 4 dhe në Oman 2 shtetas Kosovës. Ministria deklaron se sipas informacioneve nga misionet diplomatike që ka, të gjithë qytetarët e Kosovës aktualisht janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ky dikaster ka njoftuar po ashtu se institucionet vendore të gjitha shteteve në rajon rekomandojnë dhe udhëzojnë që të mos ndërmerren udhëtime deri në qetësimin e plotë të situatës së sigurisë, ndërsa për çdo nevojë urgjente, qytetarët mund të kontaktojnë në ambasadat e Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Izrael, në Arabinë Saudite e po ashtu edhe në atë të Katarit. Edhe dikasteri